Imani posedon deg. Imani ka bazën dhe degëzimin. Me disa deg eliminohet imani, plotësimi i imanit të pëlqyeshëm. Me disa deg eliminohet plotësimi i imanit obligativ. Si argument që imani ka degëzim është hadithi i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'u sittuna shu'ba. Pra imani është 60 deg. Tek Muslimi ka ardhur një prej transmetuesve ka rënë në dyshim, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 60 deg apo seb'una shu'ba apo 70 deg. Alaha qawlu la ilaha illallah. Ma larta ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fjala la ilaha illallah. Adnaha imatatul adha anit tariq. Pra ma e ulta prej degëve të imanit është largimi i pengesave nga rruga. Wal haya'u shu'batun min al iman. Edhe turpi është pjesë e imanit. Çështja të realitet të imanit është se mos pajtimi i murxhiatul fuqaha dhe ehli sunnetit është tekstual apo i realt esencial. E vërteta është se mos pajtimi mes murxhiatul fuqaha dhe ehli sunnetit është esencial, bazik, i realt. Tani është një çështje ku disa dietar bashkohor gabojnë, i akuzojnë pjesën tjetër të ehli sunnetit se janë murxhia, të cilët thonë se veprat e gjymtyreve nuk janë nga baza e imanit. Dhe thonë se kjo është mendim i murxhiave, por këta binë në kundërshtim me vetvete. Qase ka, domethënë, askush nuk ka dalë me thonë prej dietarëve që njeriu për me hyrë në islam, për me bë musliman, i duhet gjithçysh edhe vepra e gjymtyreve. Ç'është njeriu në islam? Njeriu në islam hyn me bindje dhe deklarim. Sikur t'ishte vepra e gjymtyreve që e saktëson bazën e imanit, atëherë nuk kishte më u pranu islami as kujt që hyn në islam vetëm me bindje dhe me deklarat. Po duhet më thonë ti duhet edhe me vepru. Ç'është mund t'i quash murxhia, ata të cilët thonë se mos prezenca e veprave të gjymtyreve eliminon imanin obligativ. Kush nga murxhiat e pranon gradat, shkallat e imanit, që është baza e imanit, imani obligativ dhe imani i pëlqyeshëm? Askush nga murxhiat nuk e pranon, se neve tham, bazë të murxhiat është se imani është një, nuk ndahet, nuk ka iman të shtuar edhe të paksuar. Në momentin kur njeriu besimtari, muslimani, sunniu thot imani ka bazën e tij, ka imanin obligativ dhe imanin e pëlqyeshëm, s'ka vend të për të cilësuar ky person me murxhia, po që posedon irxha. Ç'është mundem ne me i thon murxhia personit i cili thot se ti nuk mund ta realizosh imanin obligativ pa vepra të gjymtyrave. Problemi të një pjesë e tyre është se ata lëndsin namazit e konsiderojnë pa besimtar dhe llogarisin namazin prej bazës së imanit. E që kjo është temë diskutabile mes ulemave, dietarëve të ahlusunnetit, se lëndsi namazit është kafir apo nuk është kafir. Është jo logjike, jo argumentuese të thuhet se ata që i pranojnë shkallët e imanit, bazën e imanit, imanin obligativ dhe imanin e pëlqyeshëm, në anën tjetër thonë se vepra e gjymtyreve nëse nuk ekziston, ka bazë të imanit, kjo është murxhia, kjo nuk qëndron. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për hadithin e xhehenimijinëve, ka thënë qartë që Allahu me mëshirën e vet ka me amnistu, ka me i fal, ka me i nxjerr prej xhenemit kënd njerëz lem ya'malu khayran qat. Njerëz që nuk kanë vepruar asnjë të mirë. Dhe ne jemi të obdhirur që tekstet kuranore dhe profetike t'i marrim ashtu që janë në mënyrë tekstuale, jo me interpretu. Ta kanë rënë të njëjtin interpretim që kanë ra Esharit dhe Maturidit në interpretimin e cilësive të Allahut në mënyrë të devijuar. Në alemi të hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qartë po thotë, do të dalin nga zjarri i xhenemit njerëz që nuk kanë punuar asnjë vepër. Tani ne a mund ta dim një person i cili jeton 50 vjet se s'ka bërë asnjë vepër të mirë, ne nuk mund ta përcaktojmë me emër. Nuk mund ta imagjinojmë në atë kuptimin se mund të ketë të respektu prindërit, dhe ajo është vepër e mirë. Ta ketë largu një pengesë nga rruga. Pra me emër ne nuk mund ta potencojmë. Pa do të ketë në ahiret, kjo është dije e botës sekrete, që Allahu e din. Zatën, këtë grup, vetëm Allahu ka me nxerr,
Jo ti tërkush, as me laçet, as besimtarët, as pejgamberët nuk kanë me ndërmjetësu. Allahu do t'i amnistoj këta persona. Dhe Allahu e din, ne nuk e dim. Ne nuk mund të i përcaktojmë me emra këta janë. Ne po vlasim, nuk eliminohet baza e imanit, por eliminohet imani obligativ, eliminohet imani i pëlqyeshëm kur mungojnë veprat e gjymtyrës.